A ka ekzistuar njerëzimi më herët? Dhe kur Zoti yt u tha engjëjve, unë do të vendos në tokë një mëkëmbës. Ata thanë, a do të vendosësh në të dikë që bën shkatërrim dhe derdh gjak, ndërsa ne të madhërojmë dhe shenjtërojmë ty? Suriel Bekare 30. Ky ajet ngre një pyetje të rëndësishme. Si e dinin engjëjt se krijesa e re do të shkaktonte gjakderdhje dhe prishje? Disa dietarë si Ibn Kathiri dhe Imam Taberiu e kanë komentuar këtë si një pasojë e vëzhgimit të mëparshëm të krijesave që kanë jetuar në tokë, si për shembull xhinët, të cilët shkaktuan korrupsion dhe gjakderdhje. Ndërsa Parudin Razi në tefsirin e tij vëren se engjëjt mund ta kenë nxjerrë këtë përfundim nga natyra e krijesës toksore dhe e lirë për të zgjedhur, pa pasur nevojë për përvojë konkrete. Ndërsa xhinin e krijua më parë nga zjarri i nxehtë, Surja El-Hijr 27. Ky ajet e konfirmon qartë se xhinët ekzistonin para njeriut. Kjo përbën një bazë e cila tregon se planeti Tokë nuk ishte bosh përpara krijimit të Ademit alayhis salam, por i populluar nga krijesa të tjera me vullnet të lirë. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu, para Ademit tuaj kanë ekzistuar 100.000 Adema. Ky transmetim është i klasifikuar si i dobët, daif dhe nuk mund të përdoret për ndërtimin e besimit islam. Një tjetër thënie është ajo e Wahb ibn Munabi, që thotë, Zoti krijoi 40.000 Adema përpara këtij Ademi. Wahb ibn Munabi është i njohur për transmetimin e tregimeve nga israeliatët, traditat marra nga judaizmi ose krishterimi i hershëm. Këto transmetime nuk kanë vlerë burimore në besimin islam dhe janë trajtuar nga dietarët me rezervë, shpesh vetëm për qëllime krahasimi apo ilustruese. Brenda traditës sunite, ka konsensus se Ademi alayhis salam është krijesa e parë njerëzore dhe fillimi i racës njerëzore në kuptimin historik. Komentuesi Al-Qurtubi dhe Ibn Kathiri nuk përkrahin iden e Ademëve të shumt dhe e konsiderojnë si të pabazuar në shpallje. Dietarët sunit i konsiderojnë transmetimet e dobta ose nga israeliatët si burime jo autentike dhe jo të përshtatshme për ndërtimin e bindjeve të detyrueshme në fe. Sipas Ibn Arabit, njeriu nuk është vetëm një krijesë fizike, por përfaqësuesi i emrave dhe cilësive të Zotit në ekzistencë. Ademi, në këtë kuptim, është një koncept metafizik që mund të përsëritet në cikle shpirtërore, jo domosdoshmërisht në histori toksore. Razi shkruan se Zoti ka fuqi të pakufishme për të krijuar botë të shumta, para ose pas njeriut, dhe se fakti që ato nuk janë përmendur në shpallje nuk i mohon ato. Megjithatë, ai thekson në rëndësinë e kufizimit në çështjet e besimit, vetëm në atë që është shpallur qartë. 1. Forma njerëzore para Homo sapiens. Zbulimet antropologjike kanë dëshmuar ekzistencën e llojeve të hershme të hominidëve, si Homo erectus dhe Neandertalët, të cilët kanë jetuar mijëra vite përpara njeriut modern, Homo sapiens. Kjo mbështet mendimin se mund të kenë ekzistuar forma të ngjashme me njeriun para Ademit alayhis salam. 2. Gjenetika dhe Adami biologjik. Gjenetika moderne njeh konceptin e Adamit Y, kromozomal, dhe Havas mitokondriale, që i referojnë një paraardhësi të përbashkët gjenetik për të gjithë njerëzit e sotëm. Kjo përputhet me idenë kuranore të një çifti themelor nga i cili fillon njerëzimi. 3. Krijesa me vetëdije jashtë njeriut. Studimet në etologji dhe neuroshkencë tregojnë që disa kafshë kanë vetëdije, kujtesë dhe sjellje të ndërlikuara. Kjo mbështet idenë e ekzistencës së krijesave si xhinët, që sipas Islamit kanë liri dhe përgjegjësi morale. 4. Ciklet natyrore të zhdukjes dhe krijimit. Shkenca ka zbuluar se toka ka kaluar nëpër cikle të shumta zhdukjeje dhe rilindjeje biologjike. Disa dietarë si Ibn Kathiri dhe Taberiu kanë përmendur mundësinë që Ademi alayhis salam të jetë kalifa pas një cikli të mëparshëm. 5. Jetë jashtëtoksore si mundësi krijimi tjetër. Zbulimet astronomike për mijëra eksoplanet në zonat e banueshme e bëjnë të arsyeshme idenë e ekzistencës së jetës diku tjetër në univers. Imam Razi e kishte konsideruar këtë një mundësi të hapur në fushën e krijimit hynor. Nga analiza e burimeve të besueshme, qëndrimeve të dietarëve dhe përputhjes me të dhënat shkencore moderne, mund të përmbledhet se nuk ka prova të drejtë për drejta nga shpallja për ekzistencën e njerëzve para Ademit alayhis salam, por ka vend për reflektim mbi krijesa të tjera. Xhinët janë të përmendur qartë si krijesa të mëparshme, me vetëdije dhe liri. Transmetimet mbi Adema të shumtë janë të dobta, por tregojnë një traditë spekulative brenda mendimit islam. Filozofia dhe mistika islame
ofrojnë interpretime të thella mbi ciklet shpirtërore dhe ekzistencën paranjerëzore. Shkenca moderne nuk përjashton, madje nganjëherë përforcon mundësitë e përputhjes me këto ide. Prandaj, në besimin islam, Ademi a.s. mbetet figura themelore e njeriu të parë, ndërsa idet mbi jetë të mëparshme mbeten në fushën e reflektimit të lejuar, por jo të detyrueshëm në besim, dhe Allahu e di më së miri.